Kryeministri Edi Rama tha në një aktivitet për punësimin e të rinjve në administratë se procesi i integrimit të vendit drejt Bashkimit Evropian nuk po has pengesa. Flitet e përflitet lart e poshtë për arsye të mosarsyes se negociatat janë bllokuar, janë ndaluar, janë penguar. Kjo është totalisht e pavërtet. Kush i thot këto nuk e ka fare iden se për çfarë flet. Jemi totalisht sipas agjendës së përcaktuar. Rama u ndal dhe tek çështja e korrupsionit, duke theksuar se përdorimi gjithnjë më i shpeshtë i këtij termi në debatin publik lidhet më shumë me perceptime subjektive. Të thuash që sot Shqipëria ka më shumë korrupsion se ndonjëherë më parë, do të thotë flasësh për çart. Natyrisht që sot flitet më shumë për korrupsionin, për qoftë për shkaqe objektive, qoftë për shkaqe totalisht subjektive. Qoftë për shkak se si asnjëherë më parë i është hapur korrupsionit luftë, dhe lufta i është hapur në radh të parë politikisht nga një forcë qeverisëse që ka udhëhequr një reformë që ka çliruar duart e drejtësisë. Duke prezantuar për të rinjt platformën e re të punësimit në administratën publike, kreu i qeverisë theksoi rëndësinë që ka administrata në procesin e integrimit evropian. Qindra e qindra punonjës të kësaj administrate, të cilët janë angazhuar në këtë proces shumë të ndërlikuar që prek të gjithë sektorët, e kanë përfaqësuar shtetin shqiptar me shumë dinjitet dhe kanë fituar respektin, vlerësimin dhe besimin e palës tjetër. Dhe pala tjetër është një palë që është servitur me dekada për t'ia nxjerrë jetën vendeve që janë ulur në tryezë për t'u bërë antarë të Bashkimit Evropian. Pas prezantimit të platformës së re, Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive, përgjegjëse për këtë platformë, ka planifikuar një tur takimesh me studentët e universiteteve për prezantimin e saj.